Jemi në muajin Ramazan, muaj që njeriu duhet të reflektojë mbi veten e tij, të arrijë të përmirësojë moralin e karakterin, të fuqizojë lidhjen me Zotin e besimin, gjithmonë duke pasur parasysh edhe ndërtimin e solidaritetit shoqëror. Andaj, muaji Ramazanit është një muaj i veçantë i cili i fton besimtarët të ndalen e të reflektojnë mbi vetet e tyre, mbi sjelljen e tyre, mbi jetën e tyre, mbi qëllimet të cilat ata kanë gjatë jetës së tyre. Agjerimi nuk është vetëm një akt fizik i privimit nga ushqimi dhe pija, por është një ndihmes që pastron shpirtin e mendjet nga mendimet negative. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë qartë dhe shumë bukur na ka treguar për rëndësinë e reflektimit të gjendjes shpirtërore duke thënë: ai i cili agjeron muajin e Ramazanit me besim e me bindje në shpërblimin të Allahu xhaleshanuhu, do t'i falen mëkatet e kaluara. Atëherë njerëzit gjatë muajit të Ramazanit gjithherë inkurajohen që të përmirësojnë moralin e tyre, të jenë më të dërueshëm, të shmangin fjalët e veprimet e dëmshme që ju sjellin në jetën e tyre, gjithherë duke u angazhuar në fokus të veçantë duke pasur në jetën e tyre nën kontrollin mbi veprat e tyre. Andaj ky proces i reflektimit ndihmon shumë në gjendjen shpirtërore dhe në lidhjen me Zotin xhaleshanuhu për fenë e tij. Në anën tjetër, muaji i bekuar i Ramazanit është një kohë që besimtari duhet të afrohet më afër Zotit përmes adhurimeve, përkushtimeve, lutjeve, meditimeve, leximit të Kuranit e shumë vepra të mira që duhet në jetë të ketë njeriu. Andaj le të shërbejë ky muaj si një mjet i rritjes së devotshmërisë, duke përmbushur edhe qëllimin kryesor të muajit të bekuar të Ramazanit, siç përmendet në ajetin kuranor ku thot Allahu xhaleshanuhu, në mënyrë që të bëhemi të devotshëm. Po ashtu të jemi edhe mirënjohës ndaj asaj që kur njeriu privohet nga zakonet e përditshme, atëherë njeriu më së shumti ja din vlerën ato që i mungon. Dhe gjithherë e ndjen edhe atë, e mëson edhe vlerën që të jetë i përshtatshëm edhe të jetë ndihmës ndaj atij i cili ka nevojë më së shumti gjatë jetës së tij. Përveç lidhjes shpirtërore dhe përmirësimit të tij dhe lidhjes afër Zotit sa më shumë gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit, ne do kishim një qëndrueshmëri të duhur dhe të fortë, po mos të ekzistonte edhe ndihma e solidaritetit shoqëror mes njerëzve, sepse është gjë shumë primare që njeriu kur agjeron edhe privohet nga ushqimi dhe pija, e ndjen të njëjtën gjë, kështu që edhe gjithherë është pranë njëri tjetrit në këtë fushë. Ndjenja e solidaritetit gjithmonë ofron edhe forcohet më shumë gjatë agjerimit, sepse kjo e mëson njeriu të vlerësoj ato gjërat e cilat i ka gjatë ditës së përditshme. Bamirësia është një formë adhurimi që pastron shpirtin, por pastron edhe materializmin dhe egoizmin. Andaj, përmes bamirësisë, njeriu përveç shpërblimeve që ka të shumë fishta nga ana Allahu xhaleshanuhu, është edhe një mundësi tepër e artë që të fitojmë edhe lidhje shoqërore mes veti. Andaj, e jani të përjetojmë këtë muaj të bekuar të Ramazanit, duke qenë sa më të duruar, duke arritur devotshmërinë, duke pasur vetë disiplinë, duke arritur ato se cila është më e mira mënyrë që të reflektojmë jetën tonë me bamirësi, me edukim e me zell sa të jetë e mundur.